Unë jam rritur në këto toka si shumica nga ju. Gjë e parë që dua t'ju them është se shumica thonë që vlonjatët e meritojnë të gjithë vuajtje që heqin. Po unë sot jam këtu me ju për t'u thënë që nuk meritojmë asnjë nga këto që na bëjnë. Nuk e meritojmë fare që ata meritokin pyetën tonë. Është yni, nuk është i tyre. Nuk është as i Kastratit, as i Kurserit, as i Trumpit, asnjërit nga atyre. Është shumë e vështirë që mua mos më ngrihen nervat, sot dhe mos të flas me këtë lloj revolte. Po kjo është toka ime. Allah ta bëzot. Dhe unë derisa të kem fuqi do flas. Do flas edhe kur më tridhet zëri, do flas edhe kur më tridhet trupi. Kjo është toka jonë. Ajo që po ngrihet aty. E të gjithë me ju dhe duhet të ishim shumë sot, se ne jemi shumë dhe ne marrim frymë, nuk kemi vdekur. Kjo është toka jonë, është toka e babait tim. Babai im është peshkatar, i ka duart e çara nga puna, nuk ka merr dot realitetin. Bravo. Sot është një ditë që nuk është zi. Sot unë nuk po mbaj zi për këtë tokë. Sot po mu po vi t'u them që këtu do mbaj drejtësi, këtu njerëzit do dalin dhe do vinë prapë, si që erdhën sot, do vinë nesër pas nesër për ditë këtu do i keni. Le të bëheni. Sot problemi më i madh i këtyre njerëzve është që ne mendoj që heshtim. Mendoj që ju të gjithë heshti dhe e qepni gojën. Dhe mund të vinë të vësh pylla, të vëngari, të vëvari, të varrosi këtu brenda. Po nuk i qatë portat, po nuk i qatë gardet, ata jo do ju varrosi këtu brenda në këtë Shqipëri që është toka juaj. Ose do ju ndjekin dhe do ju thonë çau edhe ikse, nuk është e jotja kjo. Kështu që sot dhe një herë po ju them, mblidhuni për këtë tokë, për këtë natyrë, për këtë që ka falur familja, Perëndia, edhe Shqipëria juaj, se jeni shqiptar, nuk jeni as të njërit krah, as të krau tjetër. Toka është e jona. Falenderoj të gjithëve që jeni sot këtu, një nga një për qytetarët që jeni. Ju falenderit. Jo, që ne po jetojmë është një diktaturë utopike për ata edhe një shkatrim për ne. Ju lutem për veten tuaj, nëse ndodh prap nesër të jeni këtu e të jeni më shumë dhe të jeni me ata që doni më shumë, sepse këtë tokë po nuk e deshëm ne, ata nuk e duan katër herë. Se ja të vuajtur, ja të vuajtur.